era mëg vjen, është plohen, unë të mi do t'i kam alergji për i plonit. Rrezikohemi që fëmijët në shtator të shkollës tonë mos me fillu mësimin, nuk është pajisë shkolla me karrike. Objekti i ri i shkollës fillore të mesme të Olët, 2 dëshmorët në fshatin Talinos të Muaxhirëve në komunën e Ferizajit është ndërtu në vitin 2024, po nxënësit nuk kanë nisë mësimin në këtë objekt të ri për shkak se ju mungojnë karrikët. Ne kemi ardhur me vizitu edhe objektin e vjetër ku nxënësit momentalisht kanë vazhdu mësimin në këtë objekt të vjetër i cili kemi pa në për klasë që ka mëk edhe ka dëmtime në mure e po ashtu edhe në dysheme, ndërsa jemi të informuar që Ministri i Arsimit Arbrien Agafsi në janar të këtij viti e kishte inauguru objektin e ri të shkollës 2 dëshmorët në Talinos të Muaxhirëve, ani pse nuk ka qenë e gatshme që nxënësit të fillojnë mësimin. Shumë është në gjendje pa lidhje, se vetëm për karrika, do me thonë, shkolla është mjerem, era mëg vjen, është plohen, unë të mi do t'i kam alergji për i plonit, çdo ditë vinë me ankesa. Këshilli i shkollës ka bisedu që me ndalë të mi, deri sa të bëjnë një zgjidhje diçka. Jemi shumë të shqetësuar për faktin që nuk po startohet mësimi këtu në shkollën e re. Në anën tjetër ekzistojnë kushte shumë as edhe minimale, nuk i plotësojnë kushtet objektit që është ekzistuar që gati 100 vjet i ka llogaritë. Që është një objekt kaq i madh, me detaje kaq të mëdha nuk janë parapo karrika, nëse s'janë parapo. Unë nuk e kuptoj këtë aspekt. Mësimi vijohet vetëm 30 minuta, që është domethënë e pamjaftueshme për një nxënës edhe për numrin e nxënësve që janë nëpër klasë. Java është shumë mos më funksionalizu, se lemo me vite që shka ndodhë. Edhe një javë është e tepërt, mos me startu mësimin këtë shkollë. Kemi pas kështu informacione që do të fillon në nëntor, do të fillon në dhjetor, mirë po na kemi fillu me i ba përgatitjet për me u bartë në shkollën e re, mirë po fatkeqësisht nuk është pajisë shkolla me karrike. Karriket e vjetra, karrikat që i kam në shkollën e vjetë, në shkollën ku na tash po mësojmë, janë me numër të pakt, për shkak se janë 340 nxënës. Shkolla ku jemi të zhvillu mësimin është e viteve 1928 dhe nuk i plotëson kushtet. Jemi në bashkëbisedë me Ministrinë e Arsimit, na është thënë që është ndërprerje deri. Arsyeimi i tyre është që nuk janë punu karriket, nuk është punu inventari për masat që Ministria e ka caktuar. Kemi ankesat vazhdimisht për i prindëve. Te shkolla bartë mëk, shkolla është e ftoftë dimrit, është shumë e ngratë verës sepse nuk hapen dritarët. Ata kanë thënë që në momentin e parë kemi edhe me i nalë nxënës prej shkollës. Rrezikohemi që fëmijët në shtator të shkollës tonë mos me fillu mësimin, nëse nuk kalojmë në objektin e ri shkollor. Ministri e Arsimit zonja Arbrien Agafsi na ka vizituar në muajin janar, na ka premtuar që brenda 2 javë kanë me bë çmos për me i sjell karriket në shkollën tonë, mirë po sot asaj dite nuk karriket s'kan ardhur. Ministri i Arsimit, zonja Agafsi, me 15 janar kemi bërë në fakt përurimin e asaj shkolle në një forme, por pa karrik. Pa karrik ka qenë informuar, bile ka qenë një debat kushtimisht me thënë mes me dhe kabinetit të saj, duke njoftuar unë dhe duke rezistuar në mënyrën që nuk do të bëhet përurimi sepse nuk është e gatshme për futjen e fëmijëve e nxënësve në atë shkollë. Ne po presmi përkundër kërkesave që kemi bërë edhe më vonë përmes shkresave, përmes telefonatave me zyrtarët e kabinetit të ministrës, nuk kemi arritur akoma që ta furnizojmë atë shkollë me karrike. Vlera e projektit për ndërtimin e objektit të ri të shkollës 2 dëshmorët ka qenë 1.241.728 euro. Ministria e Arsimit nuk ka dhënë përgjigje se pse e inauguruan këtë objekt pa karrige, por për mos furnizimin e shkollës me karrige, thonë se operatori ekonomik nuk e ka ofruar inventarin sipas përshkrimit që kanë kërkuar. Kompania furnizuese, pasi është njoftuar se do të ndërpritet kontrata nëse nuk përgjigjet në sigurimin e artikujve sipas kontratës, ka premtuar se artikujt do t'i siguroj. Pas premtimit të kompanisë se gjatë muajit maj do t'jenë në dispozicion artikujt e inventarit sipas kontrate,
Komisioni planifikon që në javët në vazhdim të kryej pranimin e artikujve të inventarit nëse janë sipas kontratës.